lavdi dhe falëndrimesh për Allahun fuqiplot, të cilin e besojmë se Zoti i vetëm që meriton adhurimin. Salavatet dhe selamit dhe dërgojmë pejgamberit fundit Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij besnik dhe të gjithë besimtarëve që ndjekin rrugën e tij deri në kiamet. Të dashur vëllezër, Allahu xhaleshanu kalon net, po kalon edhe ditë të vlefshme. Kalon edhe data të bekume, kalon edhe vende të shenjta. E prej ditëve edhe datave edhe festave tona është edhe 10 ditë që i pari Dhul Hijjes. Ky muj në të cilin ne veç kemi hyrë. Saktësisht dje ka qenë dita e parë, që 10 ditë i bie deri në ditën e parë të Kurban Bajramit, të janë ditët e 10 apo 10 ditët e Dhul Hijjes. Janë ditët për të cilat Allahu xhaleshanuhu apo në të cilat është betu. Ka bo be Zoti. Surën wal fajri wal layalin ashr wash shafi'i wal watr. Ka bo be Allahu i lartësuar sipas mendimit apo sqarimeve të gjithë ulemave, janë për qëllim 10 ditët e Dhul Hijjes, për cilat pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thonë nuk ka ditë më të mira në të cilat ka lind dielli. Nuk lind dielli deri në kiamet. Më të mira se sa këto 10 ditë në cilat ne veç jemi. I kanë thonë, ja Rasulallah, se ka thonë pejgamberi, veprat në to janë shumë të vlefshme. Ja Rasulallah, a bën dikush vepra më të mira në një kohë tjetër se sa në çdo 10 ditë? Ka thonë s'ka vepra më të mira. Se sa në çdo 10 ditë. Ka thonë as ata që shkojnë në xhihad? Ka thonë jo, as ata. Përveç dikujt i cili ka shkuar në xhihad me tërë pasurinë e tij dhe veten e tij, me trup edhe me pasuni, edhe nuk o kthy me asgjë. E ka harxhuar, ka shpenzuar pasuninë, po ashtu edhe ka dhënë jetën e vet, ka vdek. Ai që ka vdek në luftë, ajo mesele tjetër është. Me një transmetim ka thonë, asaj që shkon në luftë, përveç nëse ka shkuar në luftë edhe fytyra e tij ka ra për tokë. Domethënë ka vdek shahid. Vetë që ky mundet me bën ai vepër më të mirë se sa që ta që bëjnë që 10 ditë. Kemi një mesele tjetër, në Ramazan i kemi 10 ditët e fundit të Ramazanit, edhe në Dhul Hijje kemi 10 ditë. Cilat janë më të vlefshme? Dietarët kanë thonë, kanë bënë bashkim mes argumenteve, se shumë të forta janë argumentet që i vlerësojnë 10 ditë e fundit të Ramazanit, edhe këto 10 ditë në cilat jemi ne. Kanë thonë, në Ramazan 10 natët janë më të vlefshme, sepse e kanë natën e Kadrit. Në Dhul Hijje janë ditët më të vlefshme, prej lindjes diellit deri në perëndim. Atë në Ramazan, mas perëndimit diellit deri në sabah. Këto janë më të vlefshme 10 ditë të Dhul Hijjes për arsye se e kanë ditën e Arafatit. Ditën e Arafatit. Ditë që mas shumë të Zoti xhaleshanuhu livdohet, krenohet para melaçeve me besimtarët, se sa çdo ditë tjetër, prej 355 ditëve që i ka muji hënor, e 365 ai, do thonë gregorian ose i diellit, Allahu i lartësuar në ditën e Arafatit mas shumë t'i livdohet para melekëve, se melekët i kanë thonë Zotit, pse pe krijani një njeri i cili bën fesat këtyre tokës? Allahu ka thonë, unë e di ata që ju s'e dini. Edhe disa çaste janë kur Zoti lavdërohet me njerëz para melekëve, e një prej tyre është edhe dita e Arafatit. Në veçantë me besimtarët që rrinë në Arafat atje, e pastaj në përgjithësi edhe me ata që qëndrojnë për shtëpitë apo vendet e tyre, por i përngjasojnë me vepra atyre që janë në Arafat. Me çfarë vepra? E para dhe kryesorja është me agjerimin e ditës së Arafatit. Për neve që nuk jemi në haxh, mos ta keq kuptojmë, ata që janë haxh është ndaluar me e agjeru. Ata atje. Na që jemi këtu, e kemi sunet me agjeru ditën e Arafat. Është sunet me agjeru në ditë. Sunet i përgjithshëm, mos keq kuptojmë. Pejgamberi alayhi salatu wasalam ka përmend ibadetin në përgjithësi, prej tyre është përmend te ulemat edhe agjerimi i këtyre 9 ditëve. Pse s'po them 10? Se 10 është dita e Kurban Bajramit, është haram. Ditën e Fitr Bajramit dhe ditën e Kurban Bajramit me agjeru. Këto 2 ditë është haram. Prandaj mbetet për agjerim 9 ditë. Nëse s'mund 9, mund 1, mund 2, mund 1 ditë po, 1 ditë jo, ban çish duj, s'ka problem.
Ama ditën e Arafatit, natën e Bajramit, që i bie tajtën, gjithçysh mundohu me agjëru. Pse? Pejgamberi alayhi salatu wasalam mas shumë t'i ka thonë, Zoti që liron robër prej xhehenamit është dita e Arafatit. I liron prej xhehenamit. Edhe pse me veprat e tyre kanë merituar xhehenamin, Allahu nuk i çon xhehenam me drejtsinë e tij, por i shpëton prej xhehenamit me mëshirën e tij. Se Zoti rob të vet i gjykon mes drejtësisë edhe mëshirës. Ta lutim Allahun që na gjykoj me mëshirën e vet, jo me drejtsinë. A është i padrejt? Jo, është Zoti i drejt. Po na çat shumë kemi mëkate, sa vallahi me punët e tona nuk e meritojmë xhenetin, veç me rahmetin e Allahut. Prandaj Zoti i liron robër. E dyta, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush agjiron ditën e Arafatit, i fshihen mëkatet e vitit kalum dhe vitit të ardhshëm. Cëlla mëkate janë për qëllim mëkatet e vogla. Kurse ditën e Ashurës, kush agjiron, i fshihen mëkatet e vitit të kalum, mëkatet e vogla. Po nëse unë i agjeroj, ose ti, 50 vjetë, Arafatin, pi bjerë 100 vjetë fshihen mëkatet, po unë s'kam 100 vjetë ymër, kam 60, 70, ato që ka i ki rezervë, ato i ki deponim të Allahu Gjellëshanuhu, që ka kalojnë, ma shumë se sa mëkatet e vitit kalumë dhe vitit arshëm, Zotit ti deponon. Prandaj, Zotit nuk ta hup asnjë të mirë. Prej veprave të mira është edhe therja apo premja kurbanit. Nuk është shumë e rëndësishme a therë të shtëpia e çon e pagun diku, në rëndësishme ti me prej kurban. Ulemat të gjithë janë pajtimit se therja kurbanit është sunet i fortë, dhe ai i cili ka mundësi nuk bën me elan për të marrën gazet. Na që thënë popullor që për të marrën gazet mos e lë kurbanin, mos e neglizho. Kan thonë ulemat, do kan thonë është mrin gatin vajib, jo në farz, po pak ma poshtë farzit. Pejgamberi alayhi salatu wasalam nuk e ka lënë kurbanin. Pa i cili s'ka mundësi, alhamdulillah. Ai që s'ka mundësi, pejgamberi alayhi salatu wasalam në haxhin e tij kur ka bë haxhin, ka shkuar edhe i ka ble me pasuninë e vet 100 deve. Edhe ka marrë me dorën e tij, i ka thënë mbi 60 deve. Më njëherë ka qenë i fortë Resulullah sallallahu alaihi wasallam, nuk u smutan. Me dorën e vet 60 e sa, tjerët ka thënë Aliut me rrit thajret ti. Ka thënë, o Allah, që të kurbana që për i theri, janë për umetin tanë, në këtë kohë edhe deri në kiamet, kush s'ka mundësi me therë kurban, që ta kurbane ja bëjnë jetë atyne. Prandaj ai i cili s'ka mundësi me therë kurban, le ta di se pejgamberi alayhi salatu wasalam ka therë kurban për ta. Ka therë edhe për ta kurban. Na a me therë për pejgamberin alayhi salatu wasalam i kemi mundësit i jo. S'ka nevojë sepse nuk ka transmetime as nga hadithet, as nga praktika e sahabëve apo gjeneratave tjera që na me therë kurban për pejgamberin alayhi salatu wasalam. Na therën për vete dhe familjen tonë. Një keq kuptim rreth kurbanit të dashur vëllezër. Mendon dikush thotë ne hoxha prej si vjet për veti kurbanin, në matë prej për djalin, çetërmat për babën, çetërmat. Jo kështu, jo kështu. Po një kurban a bën për deknin e për gjallë, jo as kështu. Ti e therë një kurban, e bën jetë për gjallë familjes tonë, për komplet familjen dhe për deknit bën një jetë. Për këtë s'ka nevojë me i veçu si vjet për këta në matë për ata, çetërmat për ata. Një kurban therët për komplet familja. Pashtu, për vepra të mira është sa të mundeni, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, bani subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, ose la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Gjatë këtyre 10 ditëve, bani tekbira, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar wa lillahil hamd. Sa të mundi gjatë këtyre 10 ditëve. Në veçanti që bëjmë edhe në namaz apo mas selamit, prej natës Bajramit deri përfundojnë ditët e Bajramit, ato tekbiret ato janë të posaçme mas namazit. Po tekbiret e përgjithshme, pejgamberi alayhi salatu wasalam pas tij dhe sahabët, Abdullah ibn Omeri, Abu Huraira kanë dalë në udhë dhe në pazar, kanë bërë tekbire. Sa të mundi bëni tekbire me hyrjen e këtyre 10 netëve. Po ashtu e ka pyet Musa alayhi salam Zotin azza wa jall, o Allah më mësoni fjalë, që është më madhja fjalë,
ma e vlefshmja fjalë, që kërkush se ka ditë këtë fjalë, kërkush ti mund kime mësu ekstra. Allahu Gjalleshani ka thonë Musës a.s. Thuja fjalën la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli shay'in qadir. O Allah, ka thonë Musa a.s. Këtë fjalë këtë dujoja din, unë përdu një fjalë, ma e vlefshmja fjalë që kërkush se di. Thotë Allahu i ka thonë Musës a.s. O pejgamberi dhe robim, i dashnim, si kur tokë e qelë dhe qka ka mes tyne me u vendosin e një anë të peshojës, dhe që kjo fjalë, në anën tjetër, kjo ka me e peshu. Pejgamberi unë alayhi salatu wassalam na ka mësuar që çet fjalë në këto 10 ditë me shtu, e në veçanti në ditën e Arafatit. Shtoni sa të mundeni këtë fjalë, se nuk ka fjalë që e rivalizon në sevape në veçanti në këto 10 ditë këtë fjalë. Pse? Se kjo bart në vetëm monoteizëm. La ilaha illallah, nuk ka meritor më adhuru përveç Allahut. Wahdahu la sharika lah, është një. S'ka shak, lahul mulku wa lahul hamd, ati i takon pushteti dhe falendrimi, wa huwa ala kulli shay'in qadir, dhe ai është i fortë, i gjithë fuqishëm për me bëj çka doje. Kur ta thu këtë fjalë, edhe si shprehje, po edhe si bindje, normal që kemi pas problem te Allahu xhaleshanu. Prandaj shpeshtojeni, edhe për fund përngjasojuni haxhinve me disa vepra përveç kësaj që përmendëm. Është sunet, nuk ka farz. Ai besimtari i Zotit i shtëpisë, i cili ka vendosur me therr kurban, qoftë duke pagu dikun, qoftë duke bletë shtëpia me therr, që gjatë këtyre 10 ditëve deri në ditën e Kurban Bajramit, mos më i prej thojt, mos më i qell flokët, edhe mos më i rruf pjesët e caktuara të trupit, gjatë atyre 10 ditëve, jo komplet antar të familjes, por vetëm i Zotit i shtëpisë. Nëse se ka ditën e parë, dytën i ka prej thojt ose tretën, s'ka problem, momentin që e merr vesh, ndalohet nga këto veprime. A është farz? Jo, nuk është farz. A bëhet kurbani kabul, edhe nëse i ke qenë flokët, bëhet kabul. S'ka kurrë probleme. Feja jonë është e lehtë, elhamdulillah. Por po themi më i përngjasu sepse haxhit gjatë këtyre ditëve të cilët janë atje në haxh, edhe ata nuk i prejnë thojtë, edhe ata i kanë edhe do shtojtës tjera, nuk qesin parfime tjera, na vetëm këto 3 gjane domon i kemi, apo duhet i kemi parasysh të mundohemi me i praktiku. Të dashur vëllezër, pa dash me zgjat më tepër. Sa të mundi jepni sadak, sa të mundi bëni dua, sa të mundi agjeroni gjatë këtyre ditëve, në veçanti ditën e Arafatit. Sa të mundi shtoni veprat e mira, edhe pendohuni te Zoti. Kërkush nuk nal, edhe nuk është zar. Me vendos një vakt me arë në xhami, një drek, edhe me najt pi drekës dhe një qeni, një ditë, edhe veç me kërku pendim të Allahit. Sa kërkush në xhami, nuk të shë kërkush, nuk din kërkush, se cili me një farforme me i la do hesape me Zotin. O Allah, të kumba shumë gjënahe. O Zot, që kumba deri si vjetë, falmi ja Rab. Me dal me një farë gjyqi me steje dhe Zotit Azogjel, gjyqi kësaj dunjoje, i cili është veç falje dhe pendim. Zotit veç të ngënë, edhe kesh me ty edhe ti falë gjënahat. Prandaj që këtë 10 ditë që është më i vlefshmi, i mund shumë, bile, këshilloj një gjësore, në një prej vakteve hajni në xhami, shkoni në xhamin e lagjës juaj, edhe falni me Zotin. Lypni halal Zotit. Ka nevojë robi me lyp halal Allahut. Andaj vëllazëni, ti praktikojmë këto sene. Na po qetësohemi, po rrim gjysore një orë në telefon, po hupim mendjen, po qetësohemi. Ta bëjmë edhe në xhamin e gjysore të vim, të folim veç me Allahun azhjal. O Zot na i fal gjunahat, o Zot na i përmirëson veprat, na i përmirëson jetët, na jep shëndet, na jep iman. Ata që kanë vdek prej nesh, fali, mëshiroj, bëja unur varret e tyne. Lecaja botën tjetër. Na mundso Zot jetojmë me iman. Kur të vdesim me shahadet. Na mundso që të jemi shërtor të dinit tanë deri në vdekje. Na bën të sinqert në fjalët që i themi, edhe në veprat që i punojmë. Na mundso të amrim Bajramin, të mrim bajrame tjera. O Zot, atër kur ke vendos me na marr shpirtin, na merr me iman edhe me lehtësi. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Walhamdulillahi rabbil alamin.